mbarësi, inshallah. Inshallah kjo sakrifica por ne të them të drejtën jemi pranë komunitetit musliman dhe shqyqur që një pjesë e madhe janë. Ditën e sotme ishim në xhaminë e Lezhës për të uruar besimtarët musliman në lidhje me Fitër Bajramin. Ju urojmë gëzuar këtë festë të shenjtë dhe të bekuar për komunitetin musliman. Është një ditë e cila duhet të bashkojë të gjithë shqiptarët dhe të solidarizohen me njëri tjetrin, edhe për arsye të festës, por edhe për arsye të gjendjes ekonomike dhe varfërisë që sot ka mbizotëruar dhe po mbizotëron në Shqipëri, dhe jo vetëm në komunitetin musliman, por të gjithë komunitetet e tjera. Padyshim sot uroj të gjithë, jo vetëm banorët e qytetit Lezhës, por edhe banorët e qarkut Lezhë, por edhe gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në lidhje me këtë festë dhe shpresojmë që lutjet dhe sakrificat në lidhje me agjërimin të jenë pranuar dhe njëkohësisht solidariteti të shtohet akoma më shumë midis shqiptarëve. Faleminderit. Siç është bërë traditë tashmë, erdhëm sot për të uruar në këtë festë të shenjtë, në këtë ditë të madhe të Fitër Bajramit, në myftininë e Lezhës dhe nëpërmjet tij të gjithë besimtarët musliman të Lezhës, të qarkut Lezhë dhe të mbar Shqipërisë, por kryesisht të gjithë ata që agjëruan për gjatë 30 ditëve të muajit të Ramazanit. Zoti ju apranoft agjërimin, sakrificën, lutjen dhe ju shpërbleft në të mira për ata dhe familjet e tyre. Sot më shumë se kur kemi nevojë për mesazhe solidariteti, për mesazhe mbështetje, mirënjohje, por padyshim për mesazhe paqeje, për cilën ka nevojë jo vetëm Lezhë dhe mbar Shqipëria, por e gjithë bota sot. Kështu që edhe një herë gëzuar me fat Fitër Bajramin, Zoti bekoft banorët e Lezhës dhe të mbar Shqipërisë. Sot është një ditë e bekuar. Ju uroj gjithë besimtarëve musliman në Lezhë dhe në gjithë Shqipërinë, gëzuar Fitër Bajramin. Sot është një ditë feste, gëzimi, paqe dhe mirësie për gjithë qytetarët lezhjan dhe në gjithë Shqipërinë. Ndaj, në këtë muaj Ramazani, uroj dhe shpresoj që të shpërndajmë sa më shumë solidaritet, paqe dhe mirësi në të gjithë Shqipërinë apo edhe kudo. Kudo edhe në botë, sepse flasim për luftra të shumta dhe urojmë që të kemi paqe kudo në gjithë botën. Faleminderit.